Mbarësit Mali dhe Pjell 1000. Është ky rasti i fundit me kreun e GKK-s Erion Banin, i cili u sulmua në mënyrë kriminale pasi përpiloi një komentar për rregulloren e brendshme të sigurisë, rendin, solemnitetin dhe rregullat e sjelljes në ambientet e gjykatës së posaçme. Një sulm i orkestruar nga mediat shërbëtore të Erion Veliaj, të paguara nga vëllai i tij nga korrupsioni, skandalet dhe aferat. Pas tyre në finale nxori kokën edhe avokati i të pandehurit Erion Veliaj, Plaren Dreca, që ka qëllimin të zhvillojë seanca të hapura për Veliaj në një gjykatë penale me dëshmitar, me bashkëpunëtor, duke kundërshtuar Erion Banin, duke thënë se kanë nxjerrë një rregullore gjoja në emër të profesionit të gazetarëve. Nga ana tjetër është i pandehuri Erion Veliaj, kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, që nuk shkon në gjyq se thotë më fotografojnë në kafaz. Ditë pas dite u bien argumentet. Sulmohet në mënyrë kriminale Erion Bani për shkak se ka dhënë një vendim duke gjetur të lishme masën e arrestit me burg të Erion Veliajt dhe duke u dhënë të drejtë prokurorëve në bazë të fakteve dhe provave që ata kishin paraqitur. Veliaj prej më shumë se një viti nuk shkon të gjykohet në GKK. Mediat e pushtetit të paguara me paratë e skandaleve, korrupsionit, aferave, të paguara me reklamat e Arbër Veliajt ngren alarmin sikur çfarë ka ndodhur. Kreu i GKK-s Erion Bani në komentar thekson se siç e ka GE-1 dhe gjykata kushtetuese ti nuk mund të hysh në gjykatë me telefon, jo vetëm gazetarët, por as avokatët, as prokurorët e as gjyqtarët. Është mas sepse GKK është një gjykatë fakti, një gjykatë penale. Prej vitesh në gjykatën penale të Tiranës nuk hyn dot me telefon në dorë në sallën e gjyqit e GKK nuk mund të bëjë përjashtim. Si rrjedhoje këtij fakti, GKK ka shpallur një rregullore e cila nuk ka asnjë censurë. Censura është një mashtrim. Mediat e paguara nga pushteti, korrupsioni, skandalet dhe aferat nga kryebashkiaku dhe vëllai i tij Arbër Veliaj po mbarsin malin të Pjell 1000. Kjo ka thjesht dhe vetëm një qëllim, i cili është të sulmohet Erion Bani, të ushtrohet presion mbi gjykatën siç ndodhi në sulmin ndaj Altin Dumanit, si në sulmin ndaj Olz Dados. Pra në finale, qëllimi është të krijojnë kakofoni kundër drejtësisë, se po shkelin të drejtat e njeriut, se prokurorët kanë probleme, por të gjitha i hedh poshtë. Kjo video e Veliajt e cila na tregon fytyrën e kryebashkiakut para se të hetohej dhe pas arrestimit. Spari doja që të falenderoja kolegët e SPAK-ut, një institucion që unë vetë s'kisha pas të bëjam përpara, por që mbas këtij takimi ma ka rritur bindjen që është bërë një investim për së mbari në Shqipëri. Është krijuar një institucion serioz, isha me 2 kolegë hetues profesionistë të disiplinuar dhe unë them që vetmja gjë që ne mund të bëjmë është që t'i forcojmë institucionet, mos t'i përgojojmë, mos të bëjmë rolin e tyre, mos bëjmë prokuror gjyqtar, po të bashkëpunojmë. Isha këtu si bashkëpunëtor, kisha kohë që kisha kërkuar një takim, po diskutonim sot orën 19:10 se kishte edhe një seancë tjetër më përpara, kështu që patëm një ezaurim total të çështjes së incineratorëve. Gjithçka ndryshoi kur Veliaj u arrestua. Tani po bëhet gjithçka nga të njëjtat media që bërtisnin urra kur arrestoheshin Meta dhe Berisha. Tani sulmojnë prokurorët dhe gjyqtarin për arrestimin e Veliajt. Nga mediat që janë zëdhënëse të krimit dhe korrupsionit, zëdhënëse të Suelçelës kundër Altin Dumanit, zëdhënëse të Veliajt kundër Olz Dados dhe Erion Banit. Ky sulm bëhet nga mediat që janë gati të djegin një organin për një plesht, por harrojnë se do të digjen edhe vet aty brenda.